إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى من اتبع هداه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani يفقه قولي. Falënderimet I takojnë vetëm Allahut krijosit botëve, paqja dhe bekimi I Allahut qofshin mbi të dërguarin Muhammed, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata besimtarë që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar besimtar, një prej kushteve të Islamit apo shtyllave të fesë islame është edhe besimi në pejgamber. Ashtu siç Allahu në Kur'an e përshkruan në surën Al-Baqara ku thot: La nufarriqu bejna ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Ajeti I parafundit, pjesa e fundit e këtij ajeti, thot Allahu në lidhje me besimtarët I përshkruan duke thënë se ata thonë dhe besojnë që ne nuk bëjmë dallime në mes të pejgamberëve. I besojmë, fjala është I besojmë të gjithë. Nuk bëjmë dallime në mes tyre. Wa qalu dhe thonë sami'na wa ata'na. Besuam dhe u nënshtruam ndaj mësimeve të tyre. Një prej të dërguarve të Zotit është Isa alayhi salam, që Allahu e dërgoi si pejgamber tek populli I Izraelit, Benu Israelit, siç quhen në Kur'an. Allahu e dërgoi për pejgamber në mesin e tyre, ani pse ai u përgënjeshtrua përveç tek një pjesë shumë e vogël e njerëzve. Është interesante lindja, rritja dhe thirrja e Isait alayhi salam me tek populli I tij. Allahu tregon në Kur'anin famlar tregimin se si ka ardhur Isa alayhi salam në këtë dynja. E përshkruan që është I biri I Meriemës. Në shumë ajete kuranore përmendet, në disa ajete kuranore përmendet Isai I biri I Meriemës, në mënyrë që të mos atribuohet tek ndonjë mashkull. Kishte prej Benu Israelve që I thonin se nëna e tij kishte bërë imoralitet dhe ai ka lindur si rezultat I imoralitetit. Kjo është një prej fyrjeve të radhës që Benu Israelet ja bënin të dërguarve të Zotit. Ndërsa Isa alayhi salam nuk ishte I tillë, nëna e tij Meriemja nuk ishte e tillë. Përkundrazi, Allahu e përmend Meriemen veç për të mirë në Kur'an. Allahu thot: "Wa daraba Allahu mathalan lilladhina amanu imra'ata Fir'aun." Allahu shembull për të mirë, për gratë, e ka marrë gruan e faraonit, e cila I tha Zotit vet: "Rabbi ibni li baytan 'indaka fil janna." O Zot, ma ndërto mua një shtëpi në xhennet. "Wa najjini min Fir'auna wa 'amalihi wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin." Më shpëto mua nga faraoni dhe nga njerëzit e tij keqbërës. "Wa Maryam ibnat Imran." Allahu thot dhe Meriemen dbijen e Imranit. "Allati ahsanat farjaha." E cila e ka ruajtur nderin e saj. "Fanafakhnahu fihi min ruhina." Dhe ne e kemi krijuar, është fjala për Isain, duke fryrë në shpirtin e tij. Duke fryrë në të
dhe duke u thënë bëhu dhe ajo është bë. Fryrja nënkupton thënien fjalën bëhu. Kështu ka mbet Meriemja shtatzan. Pra Meriemja nuk ka bëj moralitet dhe nuk ka qenë e martuar. Devotshmëria e saj ishte parë qysh në rinin e hershme të saj. I kishte vdekur babai edhe nana qysh herët, ndërsa në përkujdesjen e saj ishte burri i tezës. Para se të lindë Meriemja, nëna e Meriemës e kishte lutur Allahun që t'ja falin një djalë. Para se me mbet me Meriemën shtatzan, e ka lut Allahun që kur të mbes shtatzan, me ja dhon një djalë. Dhe kur ka lind, falamma wada'atha qalet rabbi inni wada'tuha untha. Thot, kur lindi, tha, o Zot, unë kam pas qef me pas një djalë, për faktin se i kanë shërby xhamis në Kuds, xhamis së shenjtë. Thot, walejse dhekaru kel untha, dhe mashkulli nuk është sikur se femra. Thot Allahu, wallahu a'lamu bima wada'at. Allahu e din se çfarë jep. Walejse dhekaru kel untha. Mashkulli nuk është sikur se femra, sepse ka dasht me lanë në shërbim të xhamis. Wa inni semmejtuha Maryam, wa inni u'idhuha bike wa dhurriyataha min ash-shaytanir rajim. Po prap se prap, ka vendos që Meriemja me qenë në shërbim të xhamis, gjatë krejt kohës, edhe pse s'është mashkull. Prandaj, është lut për të, dhe ka thënë, unë kërkoj mbrojtjen tënde o Zot, që ta ruash nga shejtani dhe familjen e saj, atë dhe familjen e saj ta ruash nga shejtani. Allahu çfarë tha? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Allahu i ja ka pranu këtë përkushtim që Meriemja me qenë në shërbim të xhamis, dhe Allahu ja ka pranu lutjen nënës së saj, dhe kështu Allahu e ruajti atë dhe familjen e saj, pra Isajin a.s. nga të këqijat, nga shejtani. Meriemja qëndronte në xhami. Zakariaja i vdiq babai edhe nana, dhe Zakariaja i ofronte ushqim. Por çfarë filloi me ndodh, Allahu e përshkruan Kur'an edhe thot, kullama dakhala alejha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Sa herë që është fut në xhami, Zakariaja a.s. ka pa tek ajo ushqim, të bollshëm, të mjaftueshëm. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Dhe njëherë prej herave i tha, oj Meriemi, prej nga po të vjen ky ushqim? Atëherë Meriemja tha, qalet hadha min indillah. Kjo po vjen prej Zotit. Allahu i ka zbrit Meriemës nëpërmjet melekëve nga mbi 7 qiej ushqim, dhe është për kujdes vetë Zoti që ajo të ushqehet e të jetë e vetë mjaftueshme. Kjo tregon që Allahu Azza wa Jall e ka përzgjedh Meriemën për një mision shumë më të madh. Shumë më të madh se sa njerëzor. Pra që me sjell një fëmijë për pejgamber pa pasur marrëdhënie intime me një mashkull. Dhe kështu edhe ndodhi. Një ditë prej ditëve, meleku erdhi dhe u paraqit në formën njerëzore. Dhe fillimisht Meriemja u friksua se mos po i ndodh ndonjë e keqe, kur e përgëzuan se ajo, meleku e përgëzoi që ajo ka për të lindur fëmijë. Thot,
thot Allah, e tregon Allahu në surën Ali Imran, thot si të kem unë fëmi, wa lam yamsasni bashar, dhe s'm ka prek as një dorë njeriu, e mashkullit. Thot meleku, inna Allaha, thot meleku Gjibril i tregon, thot kur Allahu don diçka me vendos, vetëm thot bëhu edhe ajo bëhet. Kjo është fryma në të cilën apo nëpërmjet të cilës ka mbetur shtatzën Meriemja, Allahu qoftë i kënaqur me të. Erdhi koha e lindjes dhe meleku e urdhroi që të dalë jashtë qytetit të saj. Dhe thot, tregon Allahu në Kur'an, kur erdhi koha e lindjes, wa huzzi ilayki bi jid'i an-nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya. Thot, i tha që me shkund pallëmën e hurmës. Trungu i saj është shumë i fuqishëm. Nuk është diçka që shkundet edhe bin frutat e hurmave në tokë. Ato në fakt janë në formë të kalaveshit, sikurse siç është rrushi, por më i madh. Dhe nuk është diçka që bjen duke i shkund. Thot kështu lindi ajo dhe e diti që kur të futet në qytet njerëzit kanë me pyet çka ka ndodhur me ty. Kur ajo hyri në qytet dhe njerëzit e panë që ajo kishte lindur, filluan me akuzat e saj dhe Allahu e urdhëroi që ajo të mos flas fare. E urdhëroi Allahu që me i bë me gisht ka fëmia, në mënyrë që fëmia me fol dhe me e largu barrën e atyre pyetjeve që i bënin Benu Israelit. Kështu edhe ndodhi, Isaja alayhi salam foli përderisa ishte foshnjë e posa lindur. Allahu i dha mrekulli të shumta Isait alayhi salam. Mrekulli të cilat përmenden në Kur'an, por edhe në Bibël përmenden disa prej mrekullive që i ka pasur e të cilat i konfirmon edhe Kur'ani. E rëndësishme çfarë është se krejt në fund për me përmbyll këtë temë në mënyrë që mos më ju marr kohë shumë, sepse historia e Isait alayhis salam duhet të lexohet e të mësohet. Kur ai filloi me pejgamberllokun e tij, me krejt ato mrekullit që Allahu i ia dha, duke krijuar nga dheu shpend, duke i prekur njerëzit me dorë në sy e duke u shëruar ata me lejen e Allahut, e duke e shëruar me lejen e Zotit smundjen e zgjebës, duke i ringjall të vdekurit me lejen e Zotit, me krejt këto mrekulli edhe të tjera të shumta, me mrekullin që ai foli si fëmijë dhe tregoi që është pejgamberi i Zotit, prapse prap Benu Israelit nuk i besuan, e mohuan dhe deshten me e mbyt. Kishte një grup të vogël shumë të besimtarëve të cilët u përndjekën e disa prej tyre u mbëtën. Allahu në Kur'an e përshkruan përfundimin e historisë së Isait alayhis salam kur thot: "Wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum." As nuk e vranë e as nuk e kryqëzuan, por Allahu e ngriti atë në qiell. Në një pjesë të bel shubbiha lahum, i ka përngjasu. Ata e kanë mbyt dhe e kanë kryqëzu dikë që Allahu i shëndroi atij njeriu pamjen në dukje të Isait. Ata menduan se e mbëtën, ndërsa kjo nuk kishte ndodhur fare. Krejt në fund, Allahu e tregon dialogun që do ta ketë me Isain alayhis salam, kur do ta pyet: "O Isa, a ti u the njerëzve, e ente kulte linnasi ittakhidhuni wa ummi ilahin min dunillah." A ti u the njerëzve që të adhurojnë ty edhe nanën tënde përveç Allahut? Isa alayhis salam ka për t'ia kthy dhe me i thanë: "Nëse unë e kam thënë këtë o Zot, ti do ta dish."
Unë nuk ju kam thënë asgjë njerëzve përtej se me adhuru Allahun dhe mos me i bësh shirk atij. E lutim Allahun me na mbrojt besimin ton dhe me na udhëzu në rrugën e drejtë dhe me na bë prej ndjekësve të denj të pejgamberëve.